mos habitini si mbas zgjedhjeve lokale, këtë logjik të kryeministrit mund ta braktisë edhe Vleni. Ata nuk mund të rinë lidhët aty. Nuk është çështja se Vleni nuk don apo nuk mundet. Çështja është raporti i forcave, por mos habitini si mbas zgjedhjeve lokale, këtë logjik të kryeministrit mund ta braktisë edhe Vleni. Ata nuk mund të rinë lidhët aty. Ata ta ofrojnë mundësinë e kohabitimit të bashkëqeverisjes, nëse ti shkon. Shiko, ai përdorën partinë Znam që e ka në koalicion për ta pengu dhe e mban si spirancë për ta ngulfat barazinë e shqiptarëve, për ta ngulfat Vlenin, projektet e Vlenit, e përdorën Znamin. Një ministër si zoti Stojković në këtë dikasterin e sistemit politik, ai këtë ministër e përdorën figurativisht si minë politike. Po ku ka? Shiko, unë kam shkruar se ai gabimin e ka bërë pikur e caktoi këti. Nuk është ministri, ky dihet sipas një rregulle të pashkruar se kujt duhet t'i takojë ky dikaster. Jo Stojković. Ai ne ta quajë Republikën e Kosovës si të gote në shtëpi vete, por si ministër i qeverisë së Maqedonisë Veriut, në asnjë moment ai nuk guxon Kosovën ta trajtojë si Kosovë dhe më. A e keni parasysh? Nëse ky kryeministër nuk ndërmerr masa të barabarta ndaj gjithë atyre që i ka ministra apo zave në kabinetin e tij që shkelin procedurat, ai s'mund t'i bëjë asgjë edhe drejtorit që thonte se mund ta çojmë në shtëpi.